Gjykata e posaçme ka vendosur masa sigurie ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mësohet se masa e marrë ndaj ministres së infrastrukturës dhe energjisë është pezullim nga detyra dhe ndalim i daljes jashtë vendit. Balluku është marrë rreth 3 javë më parë e pandetur nga prokuroria e posaçme në lidhje me aferën e tunelit të Llogaras. Akuzat e SPAK për Ballukun ZV, kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandetur për shkelje të barazisë në tendera publike. Hetimi lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum Himar, pjesë e autostradës SR8 Vlorë-Saranë. Tenderi fillimisht u hap më 11 dhjetor 2020, u anulua dhe u rihap më 22 qershor 2021 me fond limit 18.967 810.952 08 lek pa të vësër. Hetimi ka nisur pas një kontrolli në banesën e ish drejtorit të Arshës, Ervis Berberi, nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit në shkurt 2024.